Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e radhës. Unë jam Brikena Krasniqi nga Kids Day dhe sot do të flasim një temë shumë interesante. Me mua sot është zonja Besa Begu, e cila e ka një profesion shumë interesant, e për këto kemi me fol bashk. Është magjistër i shëndetit oral. Një profesion që nuk e kemi dëgju shumë, e do ta shtjellojmë bashk, edhe do të marrim shumë informacione. Mirë se erdhe Besa, shumë mirë me të pasur me neve. Faleminderit Brikena, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Pra, unë jam Besa Begu, jam higjieniste dentare, ashtu quhet edhe profesioni im, magjistër i shëndetit oral, që sa vite kam qenë aktive këtu në Kosovë me promovimin e shëndetit oral, posaçërisht tek fëmijët, ku kryesisht punoj me preventivën. Shumë interesant e smundjeve orale. Shumë interesant si profesion. Na këtu në Kosovë na mësuar me dëgju dentistin, mi rregullu dhëmt, mi mvesh dhëmt të ri, po jo shumë për shëndetin oral taman çka nën kupton. Është për këtë ata që na shohin, e shkon mirë m'ja shpjegu pak çka nën kupton. Realisht profili higjienistit dentar është një profil i cili është i pavarur, por në detyrën e vet ka parandalimin e smundjeve orale. Në fakt ka të bëj vetëm me preventivën apo parandalimin e smundjeve, por natyrisht tek moshat e hershme të fëmijërisë, dhe aty është qëllimi kryesor që ne mundohemi gjithmonë me parandalu smundjet tek moshat sa më të hershme. Por një pjesë tjetër është edhe trajtimi i smundjeve pak më të avancuara, kur flasim për smundjet e mishrave apo parandalimin e prishjeve të dhëmbëve. Kështu që përveç punës klinike, profesioni si natyrë ka edhe edukimin, parandalimin e smundjeve përmes ndryshimit të shprehive të pacientit, dhe natyrisht zbulimin e faktorëve të cilëve që mund pahiri me të ndodhë që ka tendencë në një faktor smundje. Që realisht shkaktojnë edhe pse ka ardhur deri tek smundja. Është një profesion pak i gjanë, tingëllon shumë i thjesht realisht, por në vete është një profesion shumë i rëndësishëm, i cili duhet realisht të jetë pjesë e ekipit dentar. Dhe tani më kemi disa profile apo higjienist dentar që veç po fillojnë me diplomu në Kosovë, dhe jam shumë e lumtur për këtë. Unë e pa që ju keni pjesë të studimeve edhe në Suedi, e mendova ndoshta veç fakti që keni studiu jashtë është një profil pak më i veçantë që nuk është i dëgjuar shumë këtu në Kosovë, po më vjen mirë që pas kanë filluar edhe këtu. Unë jam kthyer në Kosovë në vitin 2004. Realisht para asaj dhe kam bërë disa projekte shumë të bukura në promovimin e shëndetit oral, posaçërisht tek fëmijët që kanë qenë kam mësuar gjatë luftës, kështu që kam pas disa projekte shumë të bukura, dhe përmes studimeve që i kam bërë, gjithmonë kam qenë kurioze ta di se pse s'kemi shëndet të mirë oral në Kosovë, cilat janë faktorë që kanë ndiku, si është sistemi sot. Menoj që po të fundit pak ma mirë qëndrojmë këtë aspektin, se nëse menojmë para luftës edhe tash e shohim që ka një farë avancimi, një vetëdisim të popullatës, prindërve të ri, fëmijëve. Vetëdisim besoj që kemi pak ma shumë, gjendja realisht është pothuajse e njëjtë, ndoshta edhe pak ma keq, fatkeqësisht. Por unë si profesioniste që në atë kohë, domethënë kur erdha, jam ballafaquar me shumë sfida asaj përket profesionit tash, derisa u licencova si higjieniste e parë në Kosovë. Por e kam kuptuar që realisht baza e krejt problemit është që kemi një mungesë të strategjisë të shëndetit oral në vendin tonë, dhe kjo automatikisht natyrisht e vështirëson gjendjen për shkak se gjithmonë është më vështirë me preventu se sa me rregullu, edhe madje kjo e vështirëson ndoshta edhe ato bët kuptimin e njerëzve se derisa të na prishet një dhomë, na nuk dojna me shku te mjeku, o frika ndaj mjekut. Edhe kjo realisht është problemi kryesor, prapë po kthehena, sepse nëse prindi në këtë rast do të flasim për prindrit, nuk kanë domethënë njohuri së pari, apo nuk kanë drejtim se ku të qasen, atëherë ata automatikisht bartin përgjegjësinë individuale për shëndetin e fëmijëve tyre. Dhe kjo, domethënë, është problem, sepse ka prind që janë shumë të vetëdijshëm dhe ka ata që nuk janë as pak të vetëdijshëm, dhe fatkeqësisht tek këta prindër që nuk janë të vetëdijshëm psojnë pastaj fëmia për me pas drejtën për me gëzu një shëndet të mirë oral, ose një shëndet të përgjithshëm. Kur vjen puna te prindrit, kur është mosha e duhur që me sjell edhe me fillu këtë shprehin e ardhjes te dentisti apo në këtë rast për me pas higjienën orale, me pa mundësit ndoshta mos pahiri kap tendenca të ndonjë smundje orale. Kur është koha më e përshtatshme, se dinë që fëmijët përtojnë,
kanë frikë, po kur kish me qenë koha më mirë mi fillu ata mi prezentu te kjo? Unë mendoj që janë dy vizita shumë kryesore. Kur flasim për fëmijët, nëse flasim për, domethënë, aftësitë e tyre kognitive për me kuptu vetë vizitën, është prej moshës 3 vjeçare. Mirë po, unë kom qenë si studente pjesë e një pilot projektit ku kemi fillu me i thirr pacientat pak më herët. Dhe ky projekt faktikisht ka vazhdu edhe në Suedi, atje në Karolinska ka fillu së pari. Ku faktikisht kemi pa që nëse prindrit po thirrën pak më herët, që nga mosha 8 muajsh fëmijët, atëherë po ka efekt shumë më të mirë edukativ, por posaçërisht e prind që nuk janë shumë të vetëdijshëm për ndoshta si ti edhe nëse di fëmijët pa vetëdijshëm. Po ka një një stres që atje është më së mirti. Po, jo, ka një stres që realisht nuk janë rrit në sistemin preventiv të Suedisë, ata kanë pak më shumë nevojë për mbështetje. Ani mirë, na ngushton edhe neve që s'jemi mas keq. Po kjo vizitë, them drejtën, është shumë informative. Flasim shumë me prindrit, flasim për ushqimin, flasim për mirëmbajtjen e dhëmbëve, që është një gjë shumë ndoshta e thjeshtë, por që ka një efekt shumë të jashtëzakonshëm tek shëndeti oral. Në këtë rast, për shembull, në Kosovë çdo është me fol shumë edhe për pijet gjatë natës, sepse shohim që kemi një trend apo një rritje të prevalencës të kariesis të hershëm. E keni pa ndoshta të shumë fëmijë të vegjël që dhëmbët bëhen zi. Po. Edhe ajo është edhe dhëmbë të qumshtit në fakt fillojnë me pas. Edhe aty fillojnë mandej problemi edhe predispozita, e shohim edhe në bazë shkencës që nëse një fëmijë ka pas një shëndet të dobët oral gjatë dhëmbëve të qumshtit, vazhdon me pas të njëjtën gjendje pothuajse edhe në densionin e përhershëm. Prandaj, domethënë masat e hershme janë shumë të rëndësishme. Tash masi nuk e kemi një strategji e cila na udhëzon apo monitorim, atëherë do të prindrit me qenë pak më të vetëdijshëm që t'i drejtojnë fëmijët, të kujdesen ndoshta ekstra më shumë prej moshës 3 vjeçare me fillu me kontrolla të rregullta, domethënë është shumë e mirë se ardhur. Në këtë rast, në këtë moshën e hershme flasim gjithmonë për ushqimin. E di që shumë nana apo prindër e ushqejnë me përmbajtje të sheqerit, për shembull keksat janë shumë të famshëm te na, keksat e bluar, domethënë konsistenca e cila përmban sheqer është shumë e dëmshme në këtë rast, apo pije gjatë natës. Kështu që mundem me thënë që prej moshës 6 muajshe, fëmiu realisht gjatë natës nuk ka nevojë me pi. Ndoshta do të kritikohem nga pediatrit, po të paktën deri në ora themi 5 nuk ka nevojë, domethënë, me pi ashtu rregullisht sikurse çysh ka pi kur ka qenë foshnjë. Po mendoj që pediatrit kanë me të kritiku që kërkesën e fëmijëve. Po pas në intervista tjera disa ndoshta kritika, po realisht çështu qëndron edhe në shtetet e zhvilluara ku i udhëzojnë nanat që ndoshta nuk kanë nevojë me ushqy fëmijën, e aq më pak shumë raste që ndodh që i japin fëmijët edhe çaj me sheqer për shembull, apo lagje të ndryshme, që nuk bën asesi. Te këta fëmijë shohim që ka një karies, domethënë, që zhvillohet në mënyrë shumë agresive dhe shumë të shpejtë, edhe pastaj pson fëmiu edhe në të folun, ka vështirësi në të ushqyerit, që kjo pastaj natyrisht bashkë këto deshta edhe me ceksi tim, se na kemi ka një herat idenë që nuk ka rëndësi sa sheqer han, kom dëgju shumë shpesh që thuhet se nëse i lanë dhëmbë të mirë 2 herë në ditë, nuk ka rëndësi sa si sheqeri që konsumohet. A është që kjo një mit apo e vërtet? Juve që po thoni që me ndërprej gjithmonë ne si higjienist paktën flasim gjithmonë për faktorët mbrojtës dhe faktorët të cilët shkaktojnë sëmundjen. Nëse është një balans mes tyre, ndoshta mundemi edhe me thonë që një fëmijë mundet me konsumu sheqer. Po, ndoshta nuk kisha dashur me thonë, po ndoshta ndodh. Ka ndodhur ndoshta te disa raste konkrete familjare që i kam. Po në princip, domethënë, nëse i pastrojmë dhëmbët rregullisht dhe dhëmbi nuk akumulon plak apo bakterie, atëherë ka më pak gjasa me u zhvillu kariesin këtë rast. Nëse edhe fëmiu han sheqer. Prandaj higjiena është diçka shumë e rëndësishme, por natyrisht edhe shëndeti, unë të paktën e quaj veten si një higjieniste holistike ku gjithmonë domethënë shëndetin oral e shoh si pjesë shëndetit përgjithshëm. Prandaj edhe kur flas me pacientat për sheqerin, flas sikur armik i shëndetit të përgjithshëm. Po, patjetër. Prandaj patjetër që promovojmë që pacienti duhet ta reduktojë sheqerin. Në këtë rast tek fëmijët e dim që është një sheqeri është diçka që e dëshirueshme është varësi, krijon probleme shëndetësore, hiperaktivitet tek fëmijët.
Obezitet gjithashtu. Patjetër. Kështu që janë probleme që gjithmonë ndërlidhen edhe me shëndetin e përgjithshëm. Kështu që mundohemi sa më shumë me informu pacientat tonë që ta reduktojnë. Dhe e dim Kosovë që e di edhe mbas studimeve që i kanë bërë që realisht problemi kryesor është konsumimi i sheqerit tek ne. Sheqerit masave të mëdha. Po ç'është me mujt me kriju një shprehi të fëmijët për këtë rutinën ditore. E dim që fëmijët kalojnë shumë kohë nëpër video të ndryshme kreative, po ç'është mujt me i bua ata me dëshiru me i ladhëm, se shohin që përtojnë. A kina ide që kishim mujt me ndarë prindërit? Me një kohë shumë të vështirë, jemi duke i rrit fëmijët pranë ekraneve dhe kjo natyrisht po krijon një farë shprehje të keqe që lidhet edhe me konsumimin e snacks të ndryshëm që i thojmë jashtë, apo në këtë rast ushqimeve të rafinuar. Kështu që është shumë e vështirë, nuk është e lehtë, mirë po unë si higjieniste që kom studiuar në Suedi gjithmonë e komunikoj një rregull të artë, të cilët ata e kanë edhe që janë përmbajtur. Rregulla e artë është që të konsumojmë sheqer vetëm të shtunave. Edhe funksionon shumë mirë, po është një rregull e cila duhet të implementohet që nga mosha e hershme. Tash është shumë problem me implementuar në fëmijë. Janë ndryshuar rutinën. Por gjithsesi edhe fëmijët duhet ta kemi parasysh që gjithmonë na imitojnë. Kështu që gjëra që janë të dëmshme nuk duhet t'i mbajmë në shtëpi së pari. E dyta, kjo rregulla e artë që faktikisht të konsumojmë sheqer vetëm të shtunave, është diçka shumë efektive tek fëmijët, sepse e shohin dyqysh të shtunën sikur një ditë festive. Edhe unë i tham gjithmonë mundeni me ngrënë sheqer gjatë gjithë ditës, por të paktën gjatë javës të mundohen ta eliminojnë sheqerin. Ka një rutinë shumë e mirë dhe ide shumë e mirë. Veç me mujt me maj çdo 5 ditë tjera. Po patjetër. Kur vjen puna te fëmijët e vegjël, sa është përdorimi i brushës ose pastës. Po patjetër. E di që thonë se mos me prezantu fëmijët me pastë të dhëmbëve deri në moshë të caktuar me 2 vjet, nëse nuk ka bëj, kështu që këtë rutinën e mirëmbajtjes, higjienës, sidomos te fëmijët e vegjël. A mundesh me na kallëzu pak më shumë çysh kishim mujt me mirëmbajt? Sikur se thash më herët, eliminimi, pavarësisht ta eliminon me brush apo me fash, është domethënë preventiva më e rëndësishme në parandalimin e çdo sëmundje orale. Prandaj pastrimi i dhëmbëve 2 herë në ditë është preventiva më e rëndësishme në këtë rast. Prandaj implementimi i shprehive të hershme tek fëmijët tonë, duke na pa edhe neve të i pastru dhëmbët, është e rëndësishme dhe kjo duhet të ndodhë që nga dalja e dhëmbit të parë tek fëmijë. Me 4 muaj, 3 muaj, 4 muaj si dalë. 3 muaj duhet patjetër me u pastru, sepse është pllaku e dim që akumulohet brenda 24 orëve. Tash mundeni me paramendu nëse as pak nuk e pastrojmë as sipërfaqe, pas një kohe fillon të akumulohen baktere patologjike shumë herë dhe ato pastaj fillojnë me bo problem në dhëmbë. Këtë rast tek fëmijët ndodh kariesi shumë shpejt, ndodh edhe skuqja e mishrave që rritohet. Infektimi i mishrave te beba sidomos, Prandaj vetëm mos e thjesht me një brush të butë 2 herë në ditë dhe patjetër po e ceki prap pastën e florizuar në mënyrë të kontrolluar nga prindërit. Para moshës që sheceke 2 vjeçare është shumë rëndësi që të jetë e kontrolluar dhe të jetë në sasi të vogël. Sa një kokër, një ruz, diçka kështu se me pasi ide. Sa thoni i vogël i fëmijët, domethënë çaq. Dhe jo më jalon pastën, domethënë me përdor fëmiu pa qenë në vëzhgim, po domethënë patjetër ta fusim pastën e florizuar sepse dim edhe shkencëtarisht. Kur të blejmë me lexu ingredients tamam çka ka përbërësit që me ditë se flori është i vetmi materie e cila faktikisht e forcon dhomin edhe parandalon kariesin. Tash kemi konspiracione të ndryshme, kam pyetje shumë nga pacientët, mirë po unë gjithmonë e shoh domethënë raportet që dalin nga Suedia atje edhe ku jam rritë dhe ju besoj. Edhe nuk ka diçka tjetër që ka dalë që parandalon kariesin. Me ladhëm me kujdes edhe sa më pak sheqer. Sa më pak sheqer. Mundësisht veç të shtunën. Përveç asaj e kisha cek te larja e dhëmbëve, sepse është relative se sa gjatë i lajmë dhëmbët, kështu që është me rëndësi edhe kozgjatja e dhëmbëve, të paktën 2 minuta duhet me u pastru dhëmbët. Ka ata që thojnë 5 minuta, për ata që pastrojnë 5 minuta e kanë një diplom prej meje, sepse është 5 minuta është shumë gjatë, edhe shumë mirë nëse e bojnë, por realisht 2 minuta është parapar që nevojitet për me pastru krejt vargun e dhëmbëve. Po, besoj edhe unë prej fëmijëve të mi e kom pa që me kriju një rutinë edhe vizuele. Fëmijët shumë i kanë dëshirë me i pa.
që ka funksionu me mu, nështë ta moj me ndodhë për ata që për na shojnë e dëgjojnë, është që e kemi kriju një si kalendar, edhe çdo ditë kam pas me bo check momentin që e kanë përfundu rutinën. Shumë është metodë edhe mas mirë. një kohë të caktuar ata e kanë pas një shpërblim, qoftë një shëtitje dikun që ju ka pëlqyer aty në qoftë një dhuratë të vogël. Shumë e mirë. Për me i stimulua ata që me ditë se është e rëndësishme deri në masën sa shpërbletën qofse e mban. Po dhe për fëmijët që janë shumë kështu dhënën mas teknologjisë dhe videove, kom pa që ka edhe shumë video edukative që munden me qenë si ndihmë, me u marrë në banjo, mu lëshu një video 2 minutëshe, që bashkë me fëmijën me përdor, edhe mund me kriju këtë shprehi. Të paktën për fëmijët e mi kanë ndihmu shumë. Këto gota që janë me zallë për me përcjell. Shumë herë i tham edhe ndëgjoj një këngë që të pëlqen, për afërsisht këngët janë 2-3 minuta. Është domethënë një aktivitet i cili duhet të jetë familjar edhe me bo bashkarisht me fëmijët, e dim po ashtu duhet me cek që fëmijëve i duhet ndihmë apo asistim gjatë pastrimit të dhëmbëve. Ju tham zakonisht deri në moshën 10 vjeçare, realisht fëmiu nuk e ka motorikun e duhur për me përveçsu pastrimin e dhëmbëve. Mënyrën e përdorimit brushës, ato rast që janë të rëndësishme. Me pastru vetë, me i pastru dhëmbët, mirë po prindi është gjithmonë mirë me përfundu edhe me korrigju pak, sidomos në pastrimin e mbrëmjes, sepse e dim që gjatë natës nuk na mbrohen dhëmbët përmes pështymës, edhe është pështyma pasive, kështu që është mirë që dhëmbët janë sa ma pastër gjatë natës, po. Kur vjen puna te mosha, te kopshtet, dojmë pakës mi përfshije edhe, çka munden edukatorët në bashkëpunim me prind, me bu diçka, unë e kom pa që në për kopshtet dhe përvojës tanë personale, është edhe si temë e kurikulës që flitet për dhëmbin, për higjienën, për krejt këto ushqime të shëndetshme, të pashëndetshme, po çka kishim mujt me bu diçka që këtë rutinë me pas edhe me ndihmu njëri tjetrit prindi apo edukatorja prindërve. Po, jam mirë që pyete për qerë dhe të kom qenë aktive që sa vite edhe në për kopshtet të ndryshme. Për shembull, një masë preventive që është tregu shumë e suksesshme në bazë shkencës që e kemi pa, është supervised tooth brushing, që mundet me u implementu në kopshtet të ndryshme, që janë aktive dhe kanë qef me bo një parandalim, është ku fëmiu faktikisht pas mëngjesit, apo kur vjen në derdhe, varsisht qyshe caktojnë orarin, me i pastru dhëmbët së bashku. Po natyrisht se cili duhet me pas brushën e vetë, dhe me qenë e ruajtur në mënyrë higjienike. Në përvojën teme kemi praktiku, edhe se cili fëmije ka pas pastën edhe brushën e vetë, mande mësusja ka vendos një pikë past për se cilin, po kemi pas edhe kështu pak nëjësipi prindërve se mos rastësisht përzihen brushat, është dashur me pas një kujdes të shtumë që mos me leju këto. Ajo, të më thonë, është e vetmja pjesë negative që prindrit pastaj e ndin vetën pak sigur. Përvjen puna aty ata dhe me lodra. Prekin lodrat, i vendosin durt në gojë, nuk mu ka duk shumë e arsyeshme kjo momenti kësaj kritike. Po, edhe në klinik besoj që është mirë gjithmonë me pas një person i cili mirët apo e monitoron një aktivitet caktuar. Në këtë rast duhet me pas edhe një edukatore cila e ka përgjësi këtë pjesë. Edhe do me thonë e mban përgjësin, sepse nëse janë krejt mësuse që miren me këtë punë, atër besoj që mundet me ndodhë diçka. Po nëse është një mësuse cila e monitoron, edhe ka përgjësi këtë projekt apo aktivitet, besoj që është shumë alet me menaxhu. Në anën tjetër flasim edhe për mandej ndrimin e brushave, çdo 6 muaj, 3 muaj, edhe duhet me cek kur e dim këto grup mosha që fëmijët munden me pas edhe inflamacion apo smundje të fytit. Flasim për streptokokun që është shumë prevalent, sidomos tek ne. Sidomos edhe në për kushte të bartët. Patjetër është mirë pastaj mas 3-4 dite të terapisë me antibiotik me zavencu brushën, me ndru brushën. Dhe jo vetëm fëmiu, po e gjithë familja, do me thonë, ato brushat e shprishuna që fëmijët i përdorin ose kanë shumë tendencën që i po është mirë në momentin kur e shohim që brusha nuk është në rregull, nuk duket siç duhet, atëherë duhet me zavencu patjetër. Edhe nëse është para 6 muajve që me po, faktikisht kur shohim një asi brushe, shohim që është një pacient i cili është entuziast, por realisht është duke e dëmtuar mishin edhe nuk është i pastruar siç duhet, prandaj gjithmonë e motivojmë që me ndru zavencu brushën me një brushë edhe ma të butë, po edhe edukojmë se si me përdor, do më thonë brushën,
çfarë mënyre me Po përdorë. shpe kuptoj tamam pse është shkollën vete, se kretë këto detaje janë me të vërtet shumë për me i ditë dhe për mirë shumë mirë që sot kemi mundësi me i folë. Përveç asaj është edhe e bukur, sepse kur shohim ndryshime, kur shohim që pacienti realisht është drejtuar drejt drejtimit të shëndetit dhe jo smundjes, është me të vërtet kënaqësi edhe në këtë rast kur flasim për pacienta me dhomë të mirë. Po shumë që i kanë mirë mbajtur dhe që janë kujdes. Tash them drejtën në klinikisht punoj më shumë me pacienta të cilët janë në këtë pjesën e shëndosh dhe punoj me kryesisht me mirëmbajtje dhe pastrime të rregullta që vijnë. Kështu që e kom pa edhe të bukurën e profesionit tim dhe efektin e saj, po e ceki prap jo vetëm në shëndetin e oral, por edhe efektin e tyre në shëndetin e përgjithshëm. Domethënë, automatikisht pacienti fillon me u kujdes edhe për po tham aktivitetin fizik, aktivitetin e shëndetit të përgjithshëm, për shkak se fillon me u drejtu ka shëndeti, ka shneta që i thojmë ne. Kështu që është një filozofi pak më e thellë, por për ata që janë pjesë e kësaj edhe janë nisë në atë rrugtim, e di që ndihen shumë mirë. Por edhe infektojnë tjertë për të mirë. Domethënë, në këtë rast ndikimin e shoh fëmijë që vinë, kanë filluar dhe me ardhe dhe vet, domethënë kanë fëmijë që janë 6 vjeç, prindi i pret në pritore, që është gjë shumë e bukur. Edhe ai fëmijë për shembull në fillim ka ardhur shumë i ndrojtun me trauma shumë, por tash domethënë përmes edukimit, përmes përvojës së mirë, fillon me përvoja e mirë se në kalumen e marr mend që i kanë friksu fëmijët mos e çojte mjeku edhe mandi normalisht që kur go ardha aty ajo ndjet tepër i friksum. Po, e vërtet. Po besoj që kjo tash ka kalu se po besoj që kanë ndryshuar. Gjeneratat e reja kanë ndryshuar për të mirë. Po. Dikon besoj edhe ndoshta mundesh edhe me ndarë neve përveç shëndetit, dukjes, higjienës, që po thotë tamam shëndetin komplet, po edhe në të folur, në mënyrën se si shprehin shkronjat, tingujt, ndikojnë dhëmbët patjetër. Po, patjetër. E kur fëmijët nuk i kanë dhëmbët e shëndetshëm sa ndikon kjo në vetbesimin e tyre edhe në të folurin e tyre. Patjetër që ndikon shumë, e dim edhe përmes raporteve të ndryshme. Realisht mungesa në shkolla, mungesa dhe shkaku i mungesave në shkolla në botë është për shkak të dhimbjes së dhëmbit. Dhe kjo është domethënë alarmante. Që fëmijët mungojnë mas shumë në shkollë se ju dhamin thëmbët. Po. E dyta është domethënë kur pacienti apo fëmiu në moshën e hershme fillon me pas probleme edhe duhet me u eliminu ndonjë dhëmbë, u ekstrahu, atëherë fillon me kriju probleme edhe në kafshimin e tyre. Kështu që është domethënë probleme që ndërlidhen me njëra tjetrën. Dhe mos flas për vetbesimin, shumë herë këta fëmijë ndoshta edhe kanë një aromë të keqe nga goja, gjë që pengojnë, edhe ndëgjojnë nga shokët dhe shoqet e tyre, dhe fillojnë të bollizohen, fillojnë të tërhiqen, fillojnë mos me fol, fillojnë me mbajt ndoshta edhe dorën, domethënë indirekt jo pak, po ndikon shumë në vetbesimin e tyre. Po sa është kontakti i parë dhe momentin që fillon me fol, nëse çfarë nuk është dukja e parë e dinjitetshme, se s'po thonë me qenë më e bukur në botë, po e dinjitetshme. Këtu ndoshta në këtë rast masi po flasim për edukatorët, këtu hyn roli kryesor i edukatorës, ku shumë herë ndoshta edhe prindi nuk është i vetëdijshëm që po ndodh kjo, sepse realisht fëmijët i kemi pak më shumë në shkolla dhe në gjatë ditës se sa ne që po i shohim në ditët e sotme që janë shumë stresuese. Prandaj si edukator e kanë rolin kryesor të identifikojnë këta fëmijë që vuajnë nga kjo, dhe natyrisht të adresojnë ato tek fëmijët, tek prindërit dhe natyrisht prindi e bartë përgjësin që ta dërgojnë mandej për kujdes tutje. Them drejtën ka dhe raste që më dëshprojnë shumë, domethënë e zgjasin smundjet, ndoshta edhe nuk dojnë me u ballafaqu me fëmijën sepse reziston, por kjo është mandej vjen në fazën që vjen pak më e vonshme kur veç fëmiu ka dhimbjet të madhe dhe heziton, ka frikë, ka domethënë traumë nga dentisti. Gjithmonë shkakton edhe frikën. Po, dhe mandej them drejtën prap po kthena është realisht përgjësi e prindit. Prindit, po, gjithmonë. Që realisht që nga mosha e hershme ta dërgoj për një kontroll të rregullt dhe pastaj ta monitoroj fëmijën, po. Kur konsiderohet që humbja e dhëmbëve të qumshtit dhe dalja e dhëmbëve të përhershme është vonë. Kom pa raste, sidomos në gjeneratën e vitit 2015, që si gjenerat kanë probleme këtë çështje, ndoshta është vetëm perceptimi jemi, po
që dhëmbët e qumshtit po ju bijnë vonë edhe po ju dalin shumë vonë. Kur është shqetësuese ajo? Them drejtën nuk është as pak shqetësuese, është diçka që faktikisht nuk kemi të bëjë, është revolucion i ndoshta gjeneratave, ushqime që po e përdorim. Kështu që them drejtën është edhe diçka pozitive, sepse sa ma vonë qëndrojnë dhëmbët, ma mirë është edhe ma shumë qëndrojnë, kështu që është individuale, pra po tham. Mirë po nuk është diçka negative, jo shqetësuese, por kjo ka të bëjë edhe me, domethënë, zhvillimin që po ndodh, shumë dhëmë parashien që nuk kanë me dalë mas disa gjeneratave, për shkak se nuk na duan, ne kemi një ushqim shumë ma të butë, përpara, për shkakun kemi pas ushqim shumë ma të vrash, shumë ma që është dashur ma shumë dhëmbë me mërtyp edhe që gjë që ndoshta edhe bën pak ma bregose për ushqimin që e konsumojmë sot, domethënë. Natyrisht edhe këto fast food e këto ndikojnë në shëndetin e fëmijët. Flasim shumë, e shohim sa shumë po duhen trajtime ortodontike, sepse kemi shumë densi të dhëmbëve. Dhe kjo ndërlidhet me shumë faktor edhe të ushqimit që po konsumon. Ato madje shkollën vete. Po është shkollë shumë. Shkollën vete. Edhe nuk kam kompetencë të plot, ndoshta edhe me fol për atë pjesë, po lexoj shumë libra dhe shoh që gjithçka ndërlidhet, domethënë, fatkeqësisht jetoj me një botë ku nuk e kemi ushqimin shumë të kontrolluar, nuk kemi ma ushqime ashtu bio. Sidomos edhe vendet e dyta të treta që nuk e dim se çfarë ushqimi përfundon dyqanet tona apo edhe në tavolinat tona, kështu që po. E vërtet. Po pra po kthehemi te bazike, domethënë është mirë që fëmiu të ushqehet me perime, pemë, por edhe të kemi parasysh që nga mosha e hershme ta mësojmë fëmijën që të përtypet, sepse shumë nana kanë frikë dhe shkojnë me ushqim, domethënë ushqejnë fëmijët me ushqime të buta, por që nga, domethënë, dalja e dhëmbëve pothuajse që i bën fëmijës që të themi 1 vjet e diçka, është mirë që ta mësojmë që fillon me copa pak më të mëdha, edhe pastaj ta zhvilloj, domethënë, ndjenjën e përtypjes, kafshimit, po. Aman kështu. Patjetër. Shumë faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë. Me të kënaqa shumë edhe ko marrë informacione të reja, besoj që më ki pa post. Kështu që e që më shumë kohën tante që ki nda edhe me të vërtet e që më shumë dëshirën tante për me eduku edhe me nda me krejt njerëz të ato që t'jedin edhe që kish me ndiku pozitivisht në shëndetin e të gjithë njerëzve. Shumë faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit. E për sot këtu po e përfundojmë. Keni kujdes, shoqer veç të shtuneve, e lani dhomë të mirë, ashtu si që duhet. Deri në epizodin e radhës, miru pafshim nga unë e Blikena.